Miq, përshëndetje. Jemi në rrëfin e buzëqeshje me mua Unesën dhe me mua Hean. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Si fillim dua t'ju uroj të gjithë nënat dhe mësuesit kudo ku. Gëzuar 7-8 marsin të gjitha nënave dhe mësueseve të dashura që kanë sakrifikuar kaq shumë për ne. E teksa po flasim për sakrificat, personazhi ynë ka 40 vite duke sakrifikuar, kontribuar dhe duke përcjell dije brez pas brezi. Sonte me ne është Zia Vukaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, profesor. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Profesor, gëzuar 7 marsin. Faleminderit. Besoj se muajin plot ngjarje të shumta për ju. Është muaj më i bukur për mua. Në gjithë muajt e vitit marsi është i bukur, ka qenë i bukur qysh në fillimet e jetës, qysh në fëmijërinë time, në vitet e shkollës deri sot. Por përpara se të flasim pak më shumë me detaje për ditëlindjen, festën e mësuesit apo edhe ditën e shkrimtarëve, dua të kthehem pak shumë vite më parë në fëmijërinë tuaj. Si ka qenë ajo? Në fëmijërinë time 7 marsi, që ndoshta është dita më e ndritur, më e bukur e marsit, ka qenë gjithmonë e bukur, ka qenë gjithmonë e mirë. Ajo ka qenë një ditë që ne kemi kujtu mësuesen, pra dhe me mundësit që kemi pas, jo me luks të madh, por me ato lulet natyrale që ne i kemi mbledhur në për lëndina në natyrë, me ndonjë libër dhe me shumë falënderime ne kemi përshëndetur mësuesin, i kemi uru festën. E pastaj vjen festa tjetër, që është festa e nënave, që ajo është një festë e shenjtë krejt, dhe ajo gjithmonë në ka sjell atmosferën e gëzueshme në shtëpi. Profesor, i kujtoni shokët e fëmijërisë dhe keni mbajtur ende kontakte me ndonjë prej tyre? Po shokët me i kujtoj të gjithë, por jeta na ka shpërndar, kanë kaluar shumë vite, ne jemi brez i vjetër tashmë, por mresat e fëmijërisë nuk harrohen kurrë. Ju do të shikoni kur të rriteni, se si njeriut në shpirt i stampohen mresat, kujtimet e fëmijërisë, vendet e fëmijërisë, shtëpia ku ne kemi lindur, gjyshat që nga një herë edhe nuk janë, dhe shumë herë nuk jetojnë ma, por që kujtimi i tyre është i përjetshëm, imazhet e tyre, fytyrat e tyre të dashur, ato ëmbla janë të stampuara thellë në kujtesën tonë dhe nuk shlyhen kurrë. Dhe gjithashtu vendlinja, ku do qoftë, vendlinja mund të jetë një fshat, vendlinja mund të jetë një lagje qyteti, vendlinja mund të jetë një vend në Bregdet apo kudo, ajo stampohet, gdhendet thellë në natyrë për të shfaqur pastaj edhe në ëndrat që shohim, edhe në kujtimet që na sillen, edhe në personat që takojmë gjatë jetës. Sa bukur e the, stampohet. Po ditën e parë të shkollës, a e kujtoni? E kujtoj dhe ditën e parë të shkollës, them me vete unë që shumica, 99% e njerëzve kujtojnë ditën e parë të shkollës, sepse ndodh një ndryshim në jetën e njeriut. Është ditë e rëndësishme. Është ditë e rëndësishme, njeriu kalon nga një mënyrë jeteset në një mënyrë tjetër, ndryshon veprimet e ditës, pra nuk e ndërton ditën duke luajtur pafund, pa ndonjë qëllim, as pa ndonjë plan, por aty do të respektohet orari i shkollës, do të njihen shokë të ri, do të krijohen shoqëri të reja, para se të fillohet dita e parë e shkollës, prindërit blejnë rrobat të reja, të bukura, blihen librat e shkollës, çantat, të gjitha pajisjet që duhen për të filluar klasën e parë. Dhe këtu krijohet një atmosferë e bukur, jo vetëm për fëmijët që fillojnë klasën e parë, por për gjithë familjen që përcjell një fëmijë në klasën e parë. Po. Ju keni qenë një nxënës gjithmonë i shkëlqyer, apo le të themi ka pasur ca lëndë që nuk ju kanë pëlqyer atë shumë? Jo, i shkëlqyer nuk kam qenë. Nuk futem në njerëzit, në nxënësit e shkëlqyer dhe bile nuk ka pse të jetë një nxënës i shkëlqyer në të gjitha lëndët. Dikur ka qenë një mendësi, një mentalitet ose një mendim që djali im ose vajza ime është me të gjitha notat 10.
Mirë po, për mendimin tim, nga një herë dhe mësusat për ta dashur me fort, për t'i dhanë zemër, për ta inkurajuar, i kanë vunë nota dhe aty ku ndoshta nuk ka qenë për notë maksimale. Dhe mu nuk më ka pëlqy kur kjo që dikush të jetë me të gjitha notat 10. Edhe të jetë basketbolisti më i mirë, edhe të jetë matematikani më i mirë, edhe të jetë letrari më i mirë, edhe të jetë geografi më i mirë, edhe të jetë muzikanti më i mirë, kjo nuk mund të ndodhë. Njeri mund të jetë i mirë në shumë fusha, po jo në të gjitha i shkelqyrë. Edhe unë nuk e kam pas këtë cilësi, por ato lanë që i kam dash shumë. Dhe më kanë njeke, po më njekin edhe sot. Pasionin për letërsi është pasion që e keni pasur vetë, apo pak më shumë dëshirë e prindërve? Po, kjo pyetje shumë e bukur është. Dhe pasioni për letërsin konkretisht, me sa duket ka lind bashkë me mua. Unë kam lind me pasionin për letërsin, por merite madhe është e familjes ku kam lindur. Unë kam lindur mes librash. Kam pasur edhe vëllezërit e motrat, sepse unë kam qenë i vogli i shtëpis, por unë kur kam lindur unë, shtëpia jonë ka pas libra boll. Nuk kemi pas në është pasuri dhe gjana kështu, por libra kemi pas gjithmonë. Pasuria më madhe janë librat. Ashtu mendoj edhe unë, dhe pak nga prirja natyrale që kam pas, dhe shumë edhe nga përkujdesja e konkretisht e motrës sime, që kam pas një motër, e kam përsëri një motër mësuese letërsie shumë e mirë, që ja kam pas lakmi gjithmonë asaj, dhe i kam thënë që unë zbahem kursi ti. Motra ime e ka emrin Sofie Vukaj. E përshëndesim. E përshëndesim. Ajo është një nga mësueset më të mira që kam pa në një herë, dhe që më ka ushqyer me libra. Kishte edhe fatin që e dinte se çfarë librash don mosha ime, dhe gjithmonë ka zgjedh prej patem të librat për fëmijë, për të ardhur të librat për fëmijë që janë ndoshta edhe më paksale, më me mençuri si Pinoku e tjerë. Dhe pastaj në vitet e rinisë hershme të adoleshencës, e derisa kam marrë gjimnazin, pjesa e madhe e librave që kam kalu janë filtruar nëpërmjet mendjes dhe durave të saj. Është shumë mirë të kesh një motër më të madhe që të orientojë. Është bekim. Po. Motrat e vëllezërit janë bekim, por unë kam pas bekimin e madh me pas këtë motër që... Fakt, edhe unë kam një motër më të vogël dhe vitin tjetër në shtator do të futet në klasë parë dhe filloj të mësu me detyrat e shtëpisë, shkronjat. Aja është me fat që të ka ty, është me fat dhe ti ke për ta ke për ta udhëzu, por ajo që po të them unë, po të jap një mendim ose këshill, që më parë duhet me i zbulu prirjet fëmijëve, për shembull për çfarë ka prirje. Ndoshta i pëlqen muzika, ndoshta i pëlqen letërsia. Asaj i pëlqen shumë matematika. Matematika aq më e bukur. Dhe aty mund ta ushqesh edhe me, por ama çfarë do lanë që ti pëlqej letërsinë mos ta lanë kurrë. Se letërsia të jep një formim gjuhësor, kulturë gjuhësore dhe ta ban shpirtin më të ndjeshëm, më delikat. Njerëzit që lexojnë libra kanë një shpirt tepër të ndjeshëm. Dhe pra kanë dashuri, jetojnë me botën e brendshme të njerëzve që i rrethojnë, e gëzohet bashkë me gëzimin e tjetrit, hidhrohet bashkë me hidhrimin e tjetrit, trishtohet bashkë me trishtimin e tjetrit. Pra gjithmonë, jo vetëm letërsia është njëri prej arteve, se edhe muzika gjithashtu, edhe piktura, skulptura, kinematografia, arkitektura, dramaturgjia, të gjitha artet kanë për qëllim për me hollu njësinë shpirtërore të njerëzit. Është një kulturë që e mban. Ndoshta edhe nëse nuk e ke si profesion, është një kulturë që e mban gjithmonë. Shumë bukur e ke thënë, shumë bukur e ke thënë, shumë bukur e ke thënë. Pra mund të jesh inxhinier ose mjek, pra që je shumë i Zotit, dhe mund ta duash kaq shumë letërsinë ose muzikën ose pikturën ose skulpturën sa një që ka marruar për atë degë. Po. Si pasqyrohet kultura dhe identiteti shqiptar në veprat e profesor Zias?
Tash unë jam marrë me disa punë në jetën time. Puna kryesore që kam bën është mësuesia. Profesioni i mësuesit është një profesion që unë i kam kushtuar jetën. Dhe siç e thatë edhe ju, pra janë 4 dekada që unë ja kam kushtuar jetën mësuesisë. Përveç mësuesisë, unë jam marrë edhe me libra shkollor. Unë kam hartuar libra shkollor për nxënësit shqiptar të shkollave shqiptare të Malit Zi. Pra ku janë shqiptarët me banim në trojt e tyre në territorin e Malit Zi. Ministria e atij shteti i ka leju shqiptarë që të mësojnë gjuhën e tyre, të mësojnë pra në gjuhën shqipe, të mësojnë edhe shkencat, dhe unë kam bë 4 tekste shkollore, kam bë letërsinë e klasës së 8, edhe një libër që quhet Ditari i leximeve të klasës së 8. Kam bë letërsinë e klasës 9 dhe Ditari i leximeve të klasës 9. Pra jam autor i 4 teksteve shkollore për nxënësit e shkollave të Malit Zi. Kjo është një punë që ka pas lidhje edhe me formimin tim si mësues. Pra kam ditë se çfarë duhet me mësu fëmijët. Dhe ato libra sot janë në qarkullim dhe të gjithë nxënësit atje punojnë me këto libra dhe mësuesët. Ajo që kam bë tjetër në jetë kanë qenë studimet letrare. Unë kam bë studime kritike, studime letrare për librat e ndryshme, për veprat e ndryshme. Kam dhënë mendime për romane, për tregime, për novela, për poema, për poezi. Kam drejtuar festivale poetike të rive në qytetin e Shkodrës dhe Megjer, dhe në Prizren, në Kosovë e tjera. Kam botuar libra me studime dhe përmbledhje letrare. Kam botuar edhe kapituj me krijime poetike. Por kam bërë edhe disa që quhen monografi. Një ndër këto studime jam në bashkëautorësi me autorë të tjerë, i kushtohet kompozitorit të Shkodran dhe shqiptar, kompozitorit të Mall Pjetër Gaci, i cili në fakt edhe në muzikën për fëmijë është i shkëlqyer, është i famshëm. Mjafton të kujtojmë këngën Tringzilja, për shembull, që është një himn në botën e muzikës për fëmijë. Po, por ai ka shumë këngë të tjera, pra Për ty atë dhe, që është në këngët më të bukura të muzikës shqiptare, Gryken e Kaçanikut, këngë popullore si Lule Zamak e tjerë, dhe unë kam bërë një studim monografik për kompozitorin Pjetër Gaci, por edhe për dinastin Marubi. Jam marrë me përkthime. Kam përkthy nga letërsia italiane, franceze e tjerë, kam përkthy romane, kam përkthy tregime, kam përkthy novela, poezi, poema, drama. Së fundit bile kam përkthy një dramë me të cilën e teatri Migjeni është paraqit në festivalet e dramës shqiptare dhe sot para 2-3 ditë që kanë qenë në Milano, në Itali, e tash do të shkojnë në çekima dramë që kam përkthyer unë. Është një autorit anglez, Wells, i cili është Vizita. Po, Vizita. Shumë bukur. Dhe në gjithë këtë përpjekje që kam bën, jam përpjek me pasqyru kulturën shqiptare. Si pasqyrohet kultura shqiptare në përkthime? Përkthyesit janë njerëz të vuajtur. Është puna më e rëndë, është puna më e punë që të lënë, domethënë, të izolon. Nuk mundesh për ditë të tëra me dalë, do të ulesh në tekste aty, do të përpiqesh me sjell në gjuhën shqipe mençurinë e atyre autorëve të gjuhëve të tjera, duke mos humb ato gjana që kanë thënë autorët e një gjuhë tjetër, me brumin e gjuhës shqiptare, pra gjuha pritëse që është gjuha jonë. Dhe jam përpjek që gjuhën tonë me përdor me shumë përgjegjësi, me përdor me shumë kujdes, dhe herë pas herë me kriju fjalë të reja, neologjizma, kompozita, fjalë të përbëra, në mënyrë pra që ta pasqyroj sa më mirë edhe
jo edhe mesazhin, por edhe emocionin që kanë përcjell ka libra. Me që jemi tek veprat, profesor, cila është rëndësia e gjuhës dhe dialektit në krijimtarinë tuaj? Po pyetja është interesante. Dialektet në përgjithësi unë i kam përdor si mjete artistike. Dialekti mund të përdoret si mjet stilistik për me pasqyru një personazh. Dhe kjo është përdorur gjithmonë. Pra, nëse libri shkruhet në gjuhën standarde, që i thonë gjuha letrare, dhe ta zam ky libër mund të jetë roman ose dram, një personazh mund të jetë nga një krahinë e Shqipërisë që nuk flet si personazhe të tjerë, por përdor dialektin. Dhe ai që krijon e vën këtë dialekt e vën në gojën e këtij personazhit për me identifikuar dhe pa hiç edhe mos me thanë që tha ky personazh, mjafton me dhënë fjalinë që ka folur dhe ne e dimë se kush e ka thënë. Ky quhet tipizimi i personazheve. Dialekti përdoret në procesin e tipizimit të personazheve. Një. E dyta, dialekti përdoret në poezi, mund të përdoret edhe si pasurim i gjuhës. Se ndoshta në dialekt ka një fjalë që nuk e gjen në gjuhën e përgjithshme, në gjuhën standarde. Sigurisht. Dhe në këtë rast përdorimi i dialektit nuk bën gjë tjetër vetëm se e pasuron gjuhën. Shkrimtarët, përkthyesit, poetët janë ata që e pasurojnë gjuhën. Se që ta dimë ne, gjuhën nuk e bajnë gjuhëtarët. Gjuhëtari e studion. Si me thonë, leopardin ose elefantin ose tigrin nuk e ban biologu. Biologu e studion. Edhe dialektin nuk e ban gjuhëtari. Gjuhëtari e studion. Studion dialektin e veriut, studion dialektin e jugut. Dhe ne na tregon se cilat janë ndryshimet mes dy dialekteve. Dhe kjo është puna studiuese, studimore që bën një gjuhëtar. Po kush e zhvillon? E zhvillon poeti. E zhvillon përkthyesi, e zhvillon një shkrimtar, një prozator. Për shembull, po të marrim Gjon Shllakun, përkthyes ndërmat mëllejt që ka letërsia shqiptare, përdorte Iliada disa fjalë që nuk i ka gjuha e përgjithshme. Për shembull, ai ka fjalën Vercalli. Nëse keni parasysh Iliadën, mund ta keni pa edhe filmin Troja, mund të keni pa edhe variante kur vritet Hektori dhe kur Priami shkon me marr trupin e Hektorit te Akili, Akili dikur mas asaj vrashtësisë së tij i thyet zemra dhe çan bashkë me plakun Priam aty, por i thotë nuk mund ta jap trupin e Hektorit sepse do të bëjmë Vercallin e Patroklit. Çfarë është Patrokli? Është shoku i Akilit, por Vercalli është dreka e përmorshme që bahej kur vdiste dikush. Dhe ku ka marrë këtë fjalë? Këtë fjalë ka marrë Gjon Shllaku nga krahina e Shllakut. Edhe sot e kësaj dite, në për ato zona, në për ato fshatra, kur vdes dikush edhe shtrohet dreka, ajo dreke përmorshme i thonë Vercalli. E pra tash ajo fjalë ka drejt mu përdorë në gjuhën e përgjithshme, sepse është pasunu gjuha e përgjithshme me te. E tjerë, pra ka shumë fjalë që janë përdorë. Rrjetet sociale, mjetet elektronike, pra me pak fjalë teknologjia, si mendoni se po ndikon në gjuhën standarde sipas jush? Unë nuk jam prej atyre që ka frikë teknologjinë, por jam prej atyre që i druhem teknologjisë kur keq përdoret. Teknologjia është një bekim i madh. Të gjitha shpikjet i ka kriju njeriu për me përmirësu jetën e vetë. Mirë po për fat të keq, se ju më kuptoni shumë, se jeni vajza shumë të zgjuara, të gjitha ato mjetet, ose veglat që ka shpik njeriu, masi që i ka përdorë si vegla, mandej është këthy i ka përdorë si armë. Për shembull, dinamiti. Dinamitin e ka shpik Alfred Nobel, ai që ka emrin e madh Nobel, që i akordohet çmimi Nobel gjithkujt që është maj zoti.
Ajo ka shpik dinamitin për me thy gur, për me hap rrugë, për me zbulu minerale, për me punu, me jetu njerëzit. Mirë, po kjo shpike, kjo vegele mrekullueshme, është kthyer në armë dhe njerëzit e kanë përdorur eksplozivin për me damtu njëri tjetrin. Në Francën e kohës mesjetës edhe më vonë, në lëvizjet fshatare janë përdorur spata, spurku, kmesa, shati, lopata janë përdorur si armë. Dhe edhe vetë rrjetet sociale, a mund themi që përdoren si armë? Përdoren, sepse rrjetet sociale përdoren për me ju kundërvu nga një herë, dikuj, dhe me denigru, me i thonë fjalë të rana, me gjyku dhe me para gjyku, pra dhe me i damtu imazhin të tjerëve. Ju shifni në televizor pa tjetër dhe duhet shifni, por ju e vini re që kjo damtimi i individit nëpërmjet rrjeteve sociale është diçka shumë e përditshme. Pra, kur kthehet në armë, kështu tash rrjetet sociale në procesin e komunikimit janë shumë të mira sepse janë të shpejta. Është e shpejt, unë madje jam edhe për këtë pragma, po them stilistiken, e cila mundet mu shpreh shkurt me fjalë të koduara, kjo quhet gjuhë gnomike, është një lloj gjuhët e kodifikumit që ne mund ta përdorim dhe nga shpejtësia lejohet. Këto quhen zhargone. Për shembull, fjalën zhargon e përdorin qarqe njerëzish të njëjtit profesion ose të njëjtës kulturë. Sa me thonë trigonometri, ne themi trig, kena trig këtë orë. Ose sa me thonë profesor, thëmë prof, e tjerë. Janë të lejushme, dhe madje nga njëherë janë edhe komode, bile nga njëherë janë edhe sharmante, janë edhe të bukura, sepse komunikohet shpejt. Por pastaj, për me komuniku shpejt, duhet me një gjuhën më mirë saj që komunikon nga dalë. Pra që ti e shkrete i sakt në ato gjana që do të transmetosh. Konkretisht, bo me përdor fjalë, dhe do në me i shkurtu, skeleti i fjalës janë bashkëtingëlloret. Karkasa, skeleti i fjalës janë bashkëtingëlloret. Bashkëtingëlloret kanë 3 bashkëtingëllore mund të ketë një fjalë, dhe ti do në me përdor shpejt, mundesh me përdor një atë skelet dhe merre me vesh përshëndetje si ashtu. Pra kjo nuk është në një mëkat këtu. Por jo në kurriz të një komunikimi korrekt pastaj. Kjo bëhet për shpejtësi, kjo bëhet për me dal nga situata, kjo bëhet për shpejtësinë time dhe për shpejtësinë tuaj. Se edhe ti nuk ke kohë mu marrë me mua gjatë, dhe ti e kupton se çka kam dashur me thonë, se ke i punë tjetër dhe nuk rrin me lexu 3 orat e që kam shkruar. Por në një komunikim zyrtar pastaj, që duhet në një kurrikulum vita ti nuk mundesh me fol me... Pra kjo është. Jam kurioze të di, në veprat apo përkthimet tuaja, çfarë ju frymëzon më tepër? Po kjo është orientimi drejt një librit ka shkaqe të ndryshme. Kjo që po më thoni ju është, unë një këtë vit kam sjell disa libra në Shqip, por ajo që më ka ba me shku të këta libra, i herë ka qenë fakti ndjekja e letërsisë, e asaj çfarë ndodh në letërsinë bashkëkohore. Dhe sot, lavdi i Zotit, e lavdi teknologjisë, sot mundesh me e gjetë se qa është botu, se çfarë po lexohet, se çfarë libra shkandale edhe në letërsinë evropiane e me gjerë, por edhe në letërsinë shqiptare. Një përkthyesit i interesojnë letërsia huaj dhe orientohet nga portalet, nga mjetet e komunikimit për një libër. E para të bën kureshtar, të bën shkrimtari që ka shkruar. Se nëse është një shkrimtar që në fakt ka pas sukses edhe më parë, dhe del përsëri emri i tij me një vepër tjetër, është interesante me e pa. Puna e parë është me e pa për vete njeriu. A është i mirë, a është interesant. Kur e sheh për vete pastaj dhe bindesh, mund të konsultohesh edhe me një shtëpi botuese e tjerë, ja sugjeron,
Dhe kjo është tërheqja drejt librit, është një ky publiciteti që i bëhet librit, po jo publicitet po them falso, po publicitet i vërtet. Është garancia që të jetë emri i shkrimtarit. Pastaj duke lexuar një libër, libri të zbulon një libër tjetër. Unë po përktheja në verë, po bëhen gati më pak se një vit, një shkrimtar të famshëm italian, do ta keni dëgjuar, Umberto Econ, dhe Umberto Eco flet për një shkrimtar tjetër, sepse libri është kulturologjik, libri i tij, nuk është roman, dhe ne bëhemi kurioz. Këtë libër nuk e kisha lexuar, po ai thotë që ky është një libër i shkëlqyer. Një shkrimtar që ka vdekur. Dhe unë, sa kam marru këtë, kam shku kam marrë librin tjetër që kam lexuar, se ky libër qenë ka me të vërtet interesant, se ky ka citu disa paragrafe të atij librit e kështu. Pra, zakonisht ajo është edhe me pëlqim, ose çfarë i pëlqen njeriu nga letërsia, çfarë shihesh ka. Dikush ka shije për libra komik, dikush po, dikush për drama, dikush për novela, dikush për poezi. Pra, varet edhe te prirja e brendshme që ka autori që përkthen, dhe te aftësitë që ka. Po. Një njeri që përkthen poezi duhet makaret të paktën me kanë gjys poet. Se poet krejt, se ai s'mundesh me kanë, se ai që e ka shkruar, po të paktën me kanë i gjys poetit, sa mos me tralltu atë originalin. Profesor, si shihni të rinjt përballë leximit? Ka lexues të rregullt? Është pyetje që unë kam ja baj edhe vedit shpesh. Për hir të vërtetës, të rinjt që lexojnë nuk është se ka shumë. Nuk është se ka shumë të rinj që lexojnë, por ata që lexojnë, të rinjt e sotëm që lexojnë, ose të rinjt që lexojnë sot janë më të zot se të rinjt e dikurshëm që kanë lexuar. Për disa arsye. Arsyeja është sepse zhvillimi i kulturës është më i madh sot se dikur. Arsyeja tjetër është se sot nuk e detyron kush tjetrin me lexu. Ai që lexon e ka vokacion, e ka prirje, e ka pra thirrje të brendshme me leximin. Dhe atë nuk mund ta ndalosh. Do të lexoj gjithmonë. Dhe ai që e ka leximin, prirje, e ka vokacion, e ka dëshirë, ai është lexuesi më i mirë në fakt. Por kemi prej tyre, kemi boll. Po jo aq sa dëshirojmë ne të kemi. Ishte ajo që diskutuam si leximi, edhe kur ju thonë mësuesat ju që ju bëjnë gjuhën e letërsinë, teksti letrar dhe teksti jo letrar. Po. Teksti jo letrar është një tekst që ka qëllime praktike, pragmatizëm, pra të bën me kryer një punë. Ka qëllime jetike. Për shembull, teksti jo letrar është një recetë gatimit, ose manuali i përdorimit të një pajisje, ose edhe rregullorja e shkollës. E tjerë, këto janë tekste jo letrare, tekste udhëzuese, ka edhe tekste informuese, guid turistik e tjerë. E përshkruese, tani i dini ju më mirë, gati më mirë se unë. Dhe këto kanë qëllime praktike. Mos me ditë me përdor, po them unë, manualin e përdorimit të një kompjuteri të ri që ke marrë, ti e prish kompjuterin edhe me të keq. Kurse letërsia nuk ka asnjë qëllim praktik. Një poezi nuk të bën ty me përdor më mirë kompjuterin, as me bë me hangër as kurrë. Por çfarë, cili janë qëllimi? Ka funksion estetik. Estetika është perceptimi shqisor i dukurive të zbukurës, sidomos e bukura, bukuria. E bukura është mbretnesha e estetikës. Dhe duke qenë se është kryefjala e bukurisë, e estetikës e bukura, njeriu duke lexuar letërsi, bëhet më i kulturuar, bëhet më i ndjeshëm, bëhet më empatik. Pra, empati, unë e kam zëvendësuar fjalën empati dhe them bashkënjësi, pra me një bashkë me tjetrin, të njëjtën gjë që ndjen ai. Dhe ajo që ka shumë rëndësi është që letërsinë e zhvillon dhe e mbron, gjuhën e mbron letërsia. Pra një komb që ka letërsi të mirë, ka dhe gjuhën shumë të mirë dhe të zhvilluar.
sepse kush emërojnë poetët, emërojnë ata që përmendëm pak më parë. Këto janë funksionet e estetikës. Profesor, si ka ndryshuar mësimdhënia ndër vite? Dinamika e mësimdhënies është pa ndërprerë, sido që të zhvillohen kohrat, gjithmonë është e nevojshme t'i parafrohet shkollat, i parafrohet njeriut, nxënësit e mësuesit bashkë, se shkolla ka dy elemente që janë edhe objekte edhe subjekte. Nxënësi thonë është objekt e subjekt. Ashtu është edhe mësuesi. Se edhe mësuesi ka menime, ka po them ndjesi e tjerë. Por që për të pas një harmoni, duhet me ju përshtatë kohrave dhe brezave të ri. Nuk është e mujtur një metodë mësimdhënie me rezultu e bukur pafundësisht, pa ndryshu kurrë. Nuk është e mujtur. Ka i herë në shkollë ka ndërhy ndoshta edhe politika. Ka ndodhur që ka ndërhy politika, ideologjia. Po. Kurse sot kanë ndryshuar shpesh herë metodat e mësimdhënies, metodat zakonisht bëhen nga specialistët, ka metoda që edhe janë, s'po them janë kopju, po janë përshtat nga kulturat dhe nga shkollat dhe nga arsimi i vendeve të zhvilluara. Dhe kjo do të ndodhë për sa të jetë jeta, sa të jetë shkolla, do të ketë edhe, pa themin e reformime, riformatime, ndryshime të procesit mësimor. Ka pas, edhe në letërsinë botërore, shkolla ka kalu etapa kur ka pas një lloj rreptësijet, një lloj pedantizmit, një lloj friket nga mësuesi e tjerë, aq sa ka çu pa them në pakënaqësi, në revoltat brendshme të nxënësve e tjerë. Por ka pas pastaj periudha kur ka ndodhur kundërta. Ka ndodhur një lloj, pa them kuptimin thojza, një çthurje e disiplinës, një çthurje e procesit mësimor, një zhvlerësim i figurës së mësuesit, shpeshherë edhe te ne ka ndodhur, nuk kena pse të mos e themi. Pra ka ndodhur që edhe këtu me pas një zhvlerësim të figurës së mësuesit, shpeshherë. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Mjerisht. Duam të na kujtosh, nëse mundesh dhe nëse ju kujtohet ai moment, ditën e parë që filluat punë si mësues. Po, unë jam një mësues me një histori të gjatë mësimdhëniet, sa ka i herë kur ju a tregoj të tjerëve, gati nuk e besojnë, dhe unë kam arrit në përfundimin që edhe me au tregu, nuk është se po ju ban kujt në një efekt madh as fëmijëve të mi. Unë kam punuar në shumë zona, por unë kam punuar në Dugazhin. Kam qenë i ri, kam punuar në fshatrat e Dugazhinit, në Ndrejaj të Shoshit, në Palaj të Shoshit. Kam punuar në fshatin Bog, që është në fillim të Alpeve shqiptare, pak po shkuar në Theth. 5 vite kam punuar aty. Kam punuar në Vig të Mirdic. Vigu në fakt është zonë etnikisht është Mirdit, por ka qenë në kufinin e Shkodrës. Kam punuar në Shkrel, kam punuar në Domni është në Postrib. Kam punuar në shumë shkolla, kam ndërru shumë shkolla, derisa kam ardhur në vitin 2000, kam ardhur në drejtor shkolle në shkollën Martin Camaj në Shkodër. Pastaj kam punuar në shkollën Shejna Zejuka, në shkollën e gjuhëve të huaja pra, deri në 2006. Tani jam po e mbyll në gjimnazin Jordan Nisja, ku kam filluar edhe jetën, se kam qenë edhe nxënës në atë shkollë. Dhe është mbyll cikli, domethënë jetës, pra aty kam filluar aty po marrë. Dhe ajo impakti i fillimit të shkollës është shumë interesant. Një mësues i ri ka dëshirë me ju dhanë nxënësve me zbraz kokën e vet dhe me i mush kokat e nxënësve me informacion, po marr parasysh se nuk del ora e mësimit e herë. Po marr parasysh se nxënësit nganjëherë se kanë as mendën në ato gjëra që thotë ti. Por dëshira, mësuesat e ri janë shumë idealista.
kanë qef me gjithë që me dhanë. Pra kjo është një gjë shumë e mirë. Edhe ky ka qenë ajo impakti im. Por unë kam pas fatin që kam punu me mësuesa më të mëdhenj se unë, që kanë ditë më shumë se unë, dhe që unë nuk kam pas turp me i pyet, si bëhet kjo, qa bëhet në një klasë që i kanë të nxënës zhurmagji, qa bëhet e tjerë, pra jam munu me mësu nga çdo mësues që kam punu me te, kam mësu diçka. Sepse kam pas dëshirë, mu ba mësues. Se mësues nuk ban vetëm shkolla. Mësues ban ushtrimi i profesionit, puna që ban. Dhe aty për ditë zbulon diçka të re. Si në çdo zanat tjetër, pra. Edhe ajo ka qenë fillimi, ka qenë plot kureshtje për punën. Pastaj nuk duhet llogaritën vështirësitë që kena kalu, ato kanë qenë vështirësi sepse jena këtu në shtëpi edhe i herë në 2 muaj për aty në vendeve të largëta që kena qenë. Kena vujt për mjetë e jetesët, për ato nuk duhen përmend ma. Se vetëm ato ankesat nuk duhen, me nej ato qeravitjet, me nej tu ju qa, adin që kam hek. Ato s'duhet me i përmend hiq. Si prini që s'duhet me i përmend, që kam hek me ty, që kam hek me të rritë, adin kur ta kam ble këtë hiq. Ma mirë mësë me baza. Këtë duhet pyesja, a mund të të regoni një moment të mirë ose shumë të bukur dhe një moment jo aq të mirë gjatë shkollës? Natyrisht, përderisa udhëtimi im ka qenë gjithmonë nëpër mjet shkollës në arsim të shumicën e gëzimeve të jetës time unë i kam marrë në shkollë. I kam marrë me nxënës që më kanë gëzuar shumë. Ka pas raste që kam pas klasa kaq të mira, sa me zi që kam prit me shku me ba një orë mësimit, që kishim diskutu një herën tjetër dhe i kisha dhanë detyrë dhe me pas se që kanë ba nxënësit, marrot e ora, po e ditë se si ka marru, ato ishin kënaqësit më vaja. Kena punu dikur edhe kena ndërtu kabinete, një kabinet letërsie, një kabinet gjuhët, që ka qenë i plot edhe me figurat e shkrimtarve, por ka pas edhe tabela sintaksit, morfologjie, të gjitha këto, ka pas edhe rafte me skedar që i kena përdor për nivelet ndryshme nxënësish, dhe kjo ka qenë punë e bukur, ka qenë punë krijuese. Masanej ajo trishtimi ka qenë kur ne kemi pas klasat dobta, por jo gjithmonë klasa është e dobët për fajin e nxënësve. Klasa është e dobët nga njëherë edhe për fajin e kushteve ekonomike. Na kena pas edhe nxënës të varfër, shumë të varfër, maj mend në zona të ndryshme, jena përballë me varfërinë e familjeve, edhe të nxënësve që ndoshta s'kan pas mundësi edhe tekstet shkollore me i ble, se kanë pas 1000 probleme. Këto kanë qenë trishtimet e tyre dhe tonat bashkë. Jena mundu me nda me prinin atë kalimin e vështirësisë të situatës. Pra, këto janë momente masandej që të trishtojnë. Unë mendoj se, po e mendoja me vete gjithë kjo përshkrim që keni për profesionin tuaj, mendova që do t'ishte një libër shumë i mirë dhe interesant për jetën tuaj. E kam menu edhe unë këtë, e kam menu, po është me të vërtet ashtu si thuti, është interesant fort. Në është një ditë do të ulem, unë kam shumë shënime, se po e zbulon tashma, e zbulove shumë bukur ti. Kam shënime shumë për, nuk ka asë një shkollë, unë kam rru një 12 shkolla, dhe gjithë janë 12 realitetet të ndryshme, 12 palë njerëz, 12 drejtora shkollash, 12 kolektiva mësuesash, më qarkullojnë në tru portretet ndryshme, kam një galeri portretesh, që duken, tash koha i ka ba me kënë portrete artistike, tashma, jo reale. Ata real janë, por janë ba personazhe letrar koha, sepse nuk i kam taku ka herë, disa kanë rrujet, disa nuk ashtu, dhe unë shpesh herë më shfaqen, epifanizohen, thonë, të del ajo, të fanitet në tru, ftyra, krejt pa shkak,
ftyra dikuj që ke nda hallet e punët, e arsimit, e gjitha këto, ose të gjitha këto pra nollin. Dhe kjo që thu ti, mu ka shku në përmend 100 herë. Por ne kena këtu, po të them edhe një gjë, po ju them edhe një gjë. Dyshimi që ky libër a është interesant. Këtu dyshoj, mund të jetë interesant për mua, po mund të mos jetë interesant për kërkën tjetër. Mund të jetë interesant sepse ju keni një histori shumë gjatë dhe keni sakrifikuar dhe keni mësuar gjithë ato nxënës. Ne me disa minuta edhe e shijuam shumë. Imagjino të jetë një libër. Por tani kam pyetjen e radhës. A mund të na ndoni me ne disa sekrete edhe për mësuesit e ri se si të motivojnë nxënësit për të mësuar? Po patjetër. Herë mësuesi duhet me kenë bujar. Po mendoj unë. Ka ndoshta është mirë edhe me kenë koprac. Por zakonisht thonë mësuesat e matematikës janë kopraca, nuk janë kopraca. Mësuesat e matematikës ndoshta janë më të mirë, janë më fisnik, sepse janë njerëz të saktë, të drejtë. Dhe ne na duket kopratësi drejtësia. Por në fakt kur është e mujtun, nxënësin duhet me stimulu edhe në vlerësim. Në vlerësim duhet me stimulu nxënësin dhe pak a shumë nxënësit janë të zgjuar, edhe ai që nuk mëson sistematikisht, por e kupton që ja ke dhënë një vlerësim më të madh, gjithmonë ka noll që kur e kam vlerësuar më tepër, është mobilizuar dhe herën tjetër ka qenë më i përgatitur nxënësi. Por aja e tana fillesa e fillesave është komunikimi i amël me nxënësin. Komunikimi i amël. Me i thonë nxënësit larg qoftë, ne i thonë mos rrej. Kjo është një tmerr. Me nxënësin, gjuha që përdoret me nxënësin duhet me kenë e shenjtë, tepër delikate, tepër. Pra edhe kur nxënësi bën një sherr, se tonë bën sherr, duhet me kenë i përmajtun, shumë i amël, shumë i durueshëm dhe për asnjë lloj arsyeet mos me nxjerr fjalën e rënd në komunikimin me nxënësin. Në fakt, kur tha që mësuesat e matematikës mund të jenë kopraca ndonjëherë me përvojën time shkollore, personale, deri tani 2 shkolla kam ndryshuar, por mësuesit e matematikës deri tani kanë qenë preferuar. Janë fantastike. Kanë qenë preferuarat e mia. Edhe gjithmonë më miqësi kam pasur mësuesat e matematikës, nuk di sepse në fakt edhe e kam dashur si lang, por që janë unë kam mësuese kujdestare, mësuese matematike, ndoshta është fakti që e kam mësuese kujdestare, por marrëdhënia që kam me të është shumë e mirë dhe e përshëndes shumë çose është duke e përshëndes edhe përshëndes edhe unë zyshin e matematikës që është zysh Blerta, e dua shumë. Se si dita. Shumë. Kështu që këto janë mësuesat më të dobishëm. Tanë mësuesat janë dobishëm, s'diskutohet, po matematika më duket sikur ka peshë të madhe në shkollë. Dhe është, me thamë të drejtën, është lanë që të nëron, e nëron shkollën, kur është mirë shkolla në këtë lanë, është treguesi i nivelit lartë. Po të gjitha, nuk ka asnjë lanë që nuk është e rëndësishme. Sigurisht. Pak ditë më parë kishit ditëlindjen dhe keni mbushur 65 vjeç. Ju vjen keq që do të ndaheni nga nxënësit? Natyrisht më vjen keq, por jeta ban veten, njeriu duhet me pranu dinamikën e jetës, lëvizjen e saj, dhe ajo që të ngushëllon ndoshta është bindja se ke bë diçka të mirë. Nëse njeriu bindet që ka punu mirë, nëse njeriu bindet që i ka shërbyer të tjerëve, ky është ngushëllim i madh që ta mulon paksa edhe dhimbjen që ndahesh nga nxënësit, që është dhimbje jo e vogël, por edhe nga kolegët, por edhe nga rutina e përditshme, nga përditshmëria, ndryshon regjistri veprimeve ditore, ndryshon ajo që thonë stereotipi dinamik njeriu, e ka të vështirë të mësohet me realitetin e ri etj. Por që janë fazat të jetës dhe njeriu duhet me marrë si fazë të jetës dhe jo si
kapitull i myllur në jetës këtë. Sidomos kur njeriu ka që më bën tjetër. Cila është këshilla që do na jepje në këtë muaj kaq festiv për nxënësit, po ashtu edhe për mësuesit? Për mësuesit unë kisha dhënë pak a shumë ato këshilla që diskutuam bashkë. Po. Mësuesit duhet mu shkrimë nxënësin, duhet me pas atë bashkënjësinë që thamë që tash i thonë empati, duhet me ditë se çfarë ndjen nxënësi, duhet me studiu gjendjen e nxënësit. Nëse ka një gjendje të trishtuar, duhet të interesohet pse i ka ardhur kjo gjendje, duhet të jetë aleat, duhet të jetë shok me nxënësin, ta doj, kjo është. Por nga ana tjetër duhet që ti kultivojë edhe rregullin nxënësit, që rregullat të mësojnë bashkë, të mësojnë me të mirë, jo me diktat. Por ama duhet në këto punë të t'i bëjmë të gjithë bashkë. Dhe gjithashtu është stimulimi i vazhdueshëm që duhet. Por mi gjitha duhet me zbulu prirjet e nxënësit. Prirjet e nxënësit zbulohen. Ky nxënës shfaq prirje që nuk i kanë të tjerët. Dhe këtë prirje duhet me zmallu të nxënësit derisa ai të marrin rrugën e jetës për me ju përgjigjë vokacionit që i ka falë Zoti, që ja ka dhënë natyra. Mësuesi është shumë i rëndësishëm për me zbulu prirjet e nxënësve. Kurse nxënësit, unë i kisha këshillu që krahas zellit për me mësue, për me etjerë, të hargjojnë kohën në mënyrë racionale, t'ju shmangen sulmeve të teknologjisë së re, fort, jo pak, po fort. Dhe ai këto androidet, këto tabletet, këto janë armiq të produktit mendor. Sepse gjanat i ketë gashëm, kë nuk të lën me menu. Sepse s'ke nevojë me menu ti, se ka menu ai që të jep ty një pasazh, sekuencë mas sekuencë, ti s'ke kohë me thënë është e bukur sepse vjen tjetra, dhe aty nuk është ndaj fitim i madh. Libri është i pazëvendësueshëm. Shumë këshilla bukur dhe rëndësishme nga ju. Ky është mendimi jam. Profesor, ne ju falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe ju urojmë jetë gjatë. Faleminderit shumë. Ishte dhurata më e bukur ndër gjitha dhuratat, ky takimi me ju, sepse jeni vajza kaq të mira e të mëshme. Gëzuar 7 marsin juve dhe çdo mësues në vendin tonë. Faleminderit. E inshallah jeni me fat e me jetë e me suksese. Miq, bashkë takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.